Revista shkencore Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës është bërë revista e parë universitare në Shqipëri, që indeksohet në Scopus, një nga bazat më të mëdha ndërkombëtare për kërkime shkencore dhe akademike. Ky përbën një hap konkret në rritjen e performancës kërkimore dhe në ndërkombëtarizimin e publikimeve shkencore të universitetit. Rektori i Universitetit Shkëlqim Fortuzi shpreh se tashmë do të ketë më shumë fleksibilitet në botime. Sipas tij, tashmë publikimi i artikujve për stafin akademik si dhe për studentët e masterit dhe doktoraturës do të jetë pa pagesë, pasi deri më tani u duhet të paguani nga 1.500 deri në 2.000 euro për t'i publikuar në revista ndërkombëtare. Revista tashmë është në akses të hapur, që nga viti 2022 deri në vitin 2026 gjithë artikujt që janë publikuar në këtë revistë tashmë janë të vlefshme dhe janë të validuara, të rankuara në Scopus. Kjo do të mundsojë natyrisht të votimin e artikujve nga kërkues shkencor, nga autor, nga lektor të ndryshëm, si brenda vendit ashtu dhe nga autor ndërkombëtar. Universiteti voton 3 volume në vit nga revista jon, që tashmë është e rankuar në Scopus. Natyrisht këto artikuj janë artikuj cilësor të fushave të ndryshme, tashmë të certifikuara nga kompania Elsevier dhe të rankuara në Scopus, ka të thotë më shumë fleksibilitet në votime për autorët vendës të huaj me standarde të larta të kërkimit shkencor sipas niveleve europiane dhe botërore, si dhe kosto më të ulët, sepse siç e dimë, kostot e artikujve në Scopus janë kosto mjaft të larta. Tarifat për stafin akademik të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës për votimin në Scopus do jenë zero, do jenë free, ndërsa për autorët e universitetet tjera dhe autorët e huaj sigurisht do ketë një tarifë të arsyeshme normale të përballueshme. Ndërkohë, rektori Fortuzi thekson se mbetet ende nevoja për rritje e fondeve nga autoritetet për kërkimin shkencor. Për fondet gjithmonë ka nevojë për më shumë fonde, por politikat e universitetit tonë në drejtim të kërkimit shkencor janë të orientuara drejt planifikimit dhe vetë financimit të kërkimit shkencor me fondet e UAMD-s, sikurse edhe me burime të tjera nëpërmjet pjesëmarrjes në projekte të ndryshme ndërkombëtare si projektet Horizon e tjera. Natyrisht, siç thamë, ka gjithmonë vend për të kërkuar më shumë fonde për të mbështetur kërkimin shkencor. Nga viti 2022 deri në mars të vitit 2026 janë publikuar rreth 600 artikuj shkencor nga stafi akademik i Universitetit të Durrësit, të cilat tashmë janë pjesë e Scopus.